Kjo një gjë tjetër. Nëse mendonit se propaganda e Beogradit ishte armiku më i madh i historisë tonë apo i historisë shqiptarëve, gaboheni. Dje në Talin kryeministri i Shqipërisë u tha europianëve se populli që ai udhëheq për 13 vitesh janë thjesht talibanët e perëndimit. Po e dëgjuat mirë, na quajti taliban në mes të Europës, por kjo nuk është thjesht një gaf për të dukur Edi Rama interesant. Ky është një shantazh i pastër gjeopolitik, një kod i gatuar mirë që u thot amerikanëve dhe europianëve nga Tirana, ose më mbani mua në pushtet, ose ky vend do të shpërthej nga radikalizmi. Pyetja që askush nuk guxon ta bëjë sot është kjo: në cilësinë e kujt flet trashëgimtari i Spiro Kolekës dhe i një dinastie bllokmene që ka eksperimentuar me këtë popull që nga viti 1945 aq shumë? Kush janë talibanët e vërtet këtu? Ata që punojnë nga mëngjesi deri në darkë apo sekti që ka marrë peng shtetin? Qëndroni me mua sepse në minutat në vijim do të bëjmë një anatomi mikroskopike dhe gjakftohtë që do të trondit çdo gjë që keni dëgjuar deri më sot. Kujdes, hapni veshët mirë. Fjala e urtë popullore thot: gjuha kënon ku dhem dhembi, por gjuha e budallait flet para mendjes. Vetëm këtu nuk kemi të bëjmë me naivitet. Pra, kjo që bën Edi Rama, kjo deklaratë e tij në Estoni, nuk është as pak një naivitet. Kjo nuk është thjesht një gaf e radhës të cilën e bën Edi Rama dhe që kërkon vëmendje me çorape me ngjyra apo me atlete në darka zyrtare. Ky është një kod i mirëfillt, një mesazh i gatuar mirë, i projektuar për konsum të jashtëm dhe të brendshëm. Dëgjoni me kujdes. Për 13 vite rresht ky njeri udhëheq një popull që po e etiketon me një term shumë të rrezikshëm të shekullit 21. Por nëse ne jemi talibanët që na qeveris ky, pyetja më logjike, psikoanalitike është: në cilësinë e kujt qëndron ky personazh që quhet Edi Rama në krye të emiratit të talibanëve? Në qoftë se shqiptarët janë talibanët e perëndimit, shefi i talibanëve, kryeministri i talibanëve të perëndimit, në çfarë cilësie qëndron dhe udhëheq këta taliban? Në cilësinë e tutorit, në cilësinë e kryeministrit, në cilësinë e shkatëruesit përfundimtar të atij populli, me idenë që unë po shkatërroj talibanët dhe nuk po shkatërroj shqiptarët, sepse ju nuk duhet më tarifoni mua, as të më faturoni sikur po shkatërroj shqiptarët, për miqtë e shqiptarëve mesazhi, në perëndim dhe në lindje kudo që janë. Unë thjesht po shkatërroj talibanët. Unë do t'ju shpjegoj me kujdes, vetëm ju lutem shpjegojeni dhe të çojani këtë video pjesës tjetër të shqiptarëve, se shqiptarët duhet ta njohin mirë psikologjinë e smurë të këtij njeriu i cili është mbi kokat tona sot, kryeministri i përkohshëm i shqiptarëve Edi Rama. A është Edi Rama i përzgjedhuri në Emiratin Alban të talibanëve, apo është Mullah Rama që na menaxhon ne barbarëve për llogaritë perëndimit apo për llogaritë lindjes? Do t'ju bëj një anatomi mikroskopike të kësaj deklarate që nuk është humor. E janë të udhtojmë pak në malet e Tora Borës, në Afganistan, në zyrat e Beogradit, në oborin e Erdoganit, në Athinë, deri tek zyrat e Washingtonit dhe të Brukselit, për të kuptuar çfarë fshihet pas kodit të talibanizmit politik të Edi Ramës që cilëson popullin e tij. Për të kuptuar nga buron kjo lehtësi dhe ky cinizëm për t'i quajtur shqiptarët talibanët e perëndimit dhe të Europës, duhet të gërmojmë rrënjët e këtij njeriu që quhet Edi Rama. Gjenetikisht dhe historikisht Edi Rama ka përkatësinë e tij sigurisht, dhe psikoanaliza na mëson se njeriu projekton mbi të tjerët, pra mbi ata që qeveris, atë që e ndrydh brenda vetes. Një njeri ushtron mbi të tjerët atë që ka përjetuar dhe që i ndrydhet brenda vetes. Le ta shikojmë pak në kohë kush është Edi Rama. Ju a shpjegova dhe mbrëm shkurt, do t'ju rikujtoj sot për ata që nuk na kanë ndjekur mbrëm live. Kristos Gjorgjio Ramos është gjyshi i Kristaq Ramës dhe paraardhës i familjes Rama.
ka lindur 1866 në Kozaret Beratit me origjinë të pastër vllahe, sipas burimeve diplomatike të huaja, të cilat na njoftojnë. U diplomua në shkollën e pikturës në Këstorat. Babai i tij, prifti Gjorgjios Ramos, u vendos në Durrës rreth vitit 1880 dhe shërbeu në manastirin e Shënvlashit, ku shërbesat fetare i bënte ekskluzivisht në gjuhën greke. Në vitin 1905, ky komunitet grek fliste shqip brenda familjes, por identifikohej si vllah moskopolit me rrënjë që lidhen me vlehët e Zagoris dhe lagjen Skamneliki të Voskopojës. Mbi emri Ramos haset pikrisht atje. Kristos Ramos u martua me Athina Trugias, vajza e Thomas Trugias dhe Angeliki Popa, nga dega Popa, gjithashtu me origjinë vllahe, e vendosur në Kavaj. Thomas Trugias ishte moskopolit nga Berati, i cili u vendos në Durrës. Kristos Ramos pati 3 fëmijë: Elefterin, bashkëshortja e Kiço Koçit, Vlashin dhe Marikën, e cila u martua me Gjorgjos Diakomos, gjithashtu me origjinë greke. Përmendet gjithashtu se Kristaq Rama kishte lidhje familjare në Dardh të Korçës. Por ku ndryshon kjo histori familjare e Ramës dhe ku lidhet kjo me pushtetin absolut? Kjo erdhi tek rreshtimi që bën me regjimin gjakatar dhe më barbar të Ballkanit. Babai i Ramës, Kristaq Rama, skulptori nga Durrësi, ju e dini që bashkëshatarët të Korçë njihnin me origjinë vllahe, ishte debutet i rregullt i regjimit të Enver Hoxhës. Nga ana e nënës, Aneta Kolekës, që studioi për mjeksi në Poloni, gjërat janë edhe më të qarta. Babai i saj, Petro Koleka, ishte inxhinier, por figura qendrore është vllai i Petros, Spiro Koleka, zëvendës kryeministri më i gjatë i Enver Hoxhës. Aneta ishte mbesa e Spiro Kolekës dhe ja ku jemi sot. Ky djalë bloku që jetën private e ka të lidhur me të njëjtat vija gjeografike, që nga martesa e parë me aktoren Makoçi nga Himara, me të cilën ka djalin e tij Gregorin dhe me cilët jetoi disa vite në Greqi, më pas u kthye në Shqipëri, deri tek martesa e sotme me Linda Bashën, edukatoren me të cilën u njoh përmes miqësisë së fëmijëve të tyre, Gregor Ramës dhe Rea Bashës. Në fakt, miqësia dhe lidhja ishte e dirigjuar nga Sorosi. Ky na shfaqet tashmë Rama si arbitër kulturor. Arbitri kulturor i cili mbart në venat e tij gjakun e elitës vlehe greke dhe bllokmene komuniste në Shqipëri, që ka eksperimentuar me këtë popull për dekada të tëra. Sot i njëjti ulet në Tallinn dhe i quan shqiptarët thjesht taliban. Çfarë ironie. Trashëgimtari i atyre që zbatonin politikat e Enver Hoxhës sot akuzon viktimat e atij regjimi si taliban apo si radikal fetar. Përpara se të kuptojmë pse Rama na quan taliban, le të bëjmë një leksion të shpejtë historie shumë shkurt. Kush janë talibanët? Fjala taliban vjen nga gjuha pashtu dhe do të thot student, nxënës të shkollave fetare në Pakistan dhe në Afganistan. Ata linden si një lëvizje politike rezistence në vitet 90 pas tërheqjes sovjetike. Por kush i ushqeu talibanët? Kush ishte krijuesi dhe furnizuesi kryesor i talibanëve? Kush i financoi talibanët? Tu hyn ironia e madhe e historisë gjeopolitike. Në vitet 90, kur Bashkimi Sovjetik pushtoi Afganistanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes CIA dhe operacionit Ciklon investuan miliarda nëpërmjet vendeve të gjirit, miliarda dollar, për të armatosur dhe për të stërvitur ata që quheshin mujahidin apo luftëtarët e lirisë. Presidenti Ronald Reagan i priti në shtëpinë e bardhë talibanët dhe i krahasoi ata me baballarët themelues të Amerikës. Këto nuk i di Edi Rama, ose i di dhe ja kanë thënë atit, por është me lakun ke fyti, po i vjen fundi dhe po lëshon kodet e fundit të kërcënimit. Dëgjoni me kujdes. Ronald Reagan i priti talibanët në shtëpinë e bardhë dhe i krahasoi me etrit dhe baballarët e kombit amerikan. Ekzistojnë 2 lloje talibanësh: talibanët ideologjik dhe doktrinar
që besojnë verbërisht në një version të ngurtë, të ekstrem të islamit, të izoluar nga bota, dhe talibanizmi gjeopolitik që përdoret nga fuqit e mëdha për të krijuar balanca gjeopolitike apo për të tronditur rajone dhe për të justifikuar ndërhyrjet e tyre ushtarake. Pra, momentin ku gjenden talibanët lind automatikisht një justifikim për të krijuar atë që quhet ndërhyrje. Ndaj dhe Rama po krijon alibin që të vi perëndimi dhe të bëj rrafshimin dhe spastrimin total të talibanëve të Ballkanit që janë shqiptarët. Lidhja e talibanëve me botën islame të gjerë është shumë sipërfaqësore dhe madje e papranueshme si model kulturor nga shumica e teologëve islam, sepse islami në thelbin e tij qytetërimor që përfaqëson shkollat e mendimit, rrymat e tij të ndryshme të mendimit, ka prodhuar qytetërime nga Azhari e deri në Bagdad. Ka prodhuar qytetërime, shkolla, mendësi, të cilat vihen, shkojnë në harmoni me kulturat lokale, shpesh dhe bashkëjetojnë me to. Pra, islami si doktrinë e shkollës më të madhe në botë, që është Azhari i Egjiptit i Kairos, ka prodhu qytetërim, shkencë dhe filozofi, ndërsa talibanizmi ka prodhuar vetëm izolim, mjerim dhe shtypje. Sot, ata që kontrollojnë Afganistanin, gjeopolitika vendosit i kthej çelësat pas 20 viteve luftë, sigurisht. Janë talibanët. Amerikanët 20 vite luftë bën, pastaj u tërhoqën, i lanë ato tanket aty, ikën me aeroplan dhe i pat ju ata që vraponin nëpër pistat që donin të kapeshin tek aeroplanet kur u larguan amerikanët nga Afganistan. Tashmë është histori tjetër kjo, që talibanët janë duke u përdorur, janë duke u afru me Kinën, Kina po don të kap Afganistanin që të nxjerrë Amerikën, është loja gjeopolitike. Kina në thelb është kundër lojës së talibanëve, sepse Kina po shtyp ujgurët, muslimanët, aleatët e talibanëve në Kinë, ujgurët të flas në dimensionin doktrinar, ujgurët kinezët po i shkatrojnë, e megjithatë, kinezët sot po gjejnë afrimitet me talibanët dhe pas një diskutim, ata janë lojtarë që luajnë në shahun e madh të gjeopolitikës. Prandaj, shpesh herë ne kemi parë dhe kemi dëshmuar se interesat e superfuqive ndryshojnë me kalimin e kohës, sipas nevojave të tyre të momentit. Tani të kthehemi në Shqipëri. Çfarë lidhje ka Shqipëria, populli më pro-amerikan në glob, me këtë strukturë? Nuk ka si lidhje, as kulturore. Atëherë pse Rama e bën këtë krahasim monstruoz? Pra, as kulturore, as politike, as gjeopolitike, habitati shqiptar, kulturor, nuk ka asnjë lidhje me talibanët, as në dimensionin e indoktrinimit, as në dimensionin e doktrinës, as në dimensionin politik, as në atë kulturor, as në atë të sjelljes, të jetesës e kështu me radhë. Kur Edi Rama u thot europianëve dhe amerikanëve se shqiptarët janë talibanët e perëndimit, ai nuk po bën autokritik. Ai po dërgon kode të qarta gjeopolitike. Kodi i parë për Amerikën dhe Europën është shantazhi klasik autokratik. Po i ka unë, këtu do të shpërthej radikalizmi dhe talibanizmi. Po nuk më mbajtët mua në pushtet, po nuk mbyllët syt para korrupsionit tim, para shpopullimit, para largimit të shqiptarëve nga Shqipëria, para vjedhjes së incineratorëve, para kanibalizmit dhe kapjes së drejtësisë, para Gysa Gasit, para Mirlinda Kërçanajt, para Beqes, para Erion Velis, para Belinda Ballukut dhe hajdutërisë së klanit të kokainës, pas meje vjen rreziku taliban islamik. Do të vinë talibanët në trojet shqiptare, të cilët do t'ju destabilizojnë oborrin tuaj jugor.
Kjo është e njëjta strategji absolutisht me strategjin e Bashar Asadit në Siri, në Damask. Asadi në Siri, apo edhe Hosni Mubareku në Egjipt, i thanë perëndimit në momentet e fundit, po ikëm ne, vendi do të bie në duart të terroristëve dhe në duart të Al-Qaedas. Ky ishte kërcënimi që vinte nga Damasku orët e fundit. Rama është duke paketuar veten si mburoja e fundit e qytetërimit perëndimor në Ballkan, si ai i cili mban një fshirëse xhamash të pastër për ekranin e Europës nga balta shqiptare talebane. Kodi i dytë është për audiencën e brendshme këtu brenda. Është një ushtrim i pastër psikoanalitik i nënçmimit. Duke e zvogluar dhe duke e fyer popullin e tij, Edi Rama e bën të ndihet inferior shqiptarit, të ndihet fajtor për fatin e vet. Kush janë ata që ankohen për rrogat? Talebanët. Kush janë ata që duan shëndetësi më të mirë? Talebanët. Kush janë ata që ankohen për Belinda Ballukun? Talebanët. Kush janë ata që ankohen për hajdutërinë, për grabitjen e pronave, për shitjen e Shqipërisë, për shitjen e Rjollit, për shitjen e Veriut, për shitjen e Jugut, për shitjen e detit, për Jugun, për gazin, për naftën? Çfarë janë këta që ankohen? Janë Taleban. Pra, nëpërmjet kësaj gjuhe, Edi Rama krijon një elitizëm artificial ku ai vet shfaqet piktori europian, ndërsa populli është masa e errët talebane që nuk e kupton dot artin e tij të qeverisjes. Siç thonte atë Gjergj Fishta, aty ku s'ka dije ka mjerim, aty ku s'ka mjerim ka sundim. Rama dëshiron të mbaj gjallë pikërisht këtë narrativ të mjerimit kulturor për të justifikuar sundimin e tij të përjetshëm ndaj talebanëve të Europës. Të kalojmë pak tek pika më e rrezikshme e kësaj deklarate. Gjeopolitika rajonale. Prej dekadash propaganda zyrtare e Beogradit që nga koha e Slobodan Miloševićit e deri tek nxënësi i tij më i madh, Aleksandar Vučić, ka investuar qindra miliona dollar në perëndim për të shitur një narrativ të vetme. Shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri janë një element i huaj, janë taleban, janë radikal, janë talebanët në zemër të Europës. Dhe Serbia është muri i krishtërimit që mbron perëndimin nga ky rrezik. Dhe çfarë bën kryeministri i Shqipërisë, shoku i Erdoganit? Shkon në Talin dhe ua konfirmon këtë tezë falas serbëve dhe u thot serbëve, po ju keni të drejtë, shqiptarët janë taleban. Kjo nuk është thjesht mungesë patriotizmi. Ky është shërbim i pastër ndaj agjendave të huaja serbe, të cilët kërkojnë zhvlerësimin gjeopolitik të faktorit shqiptar në Ballkan duke i paraqitur taleban. Kjo deklarat funksionon si një ftesë e nënkuptuar për asimilim kulturor, ose më keq akoma, si një arsyetim për zbrazjen e Shqipërisë nga banorët vendas. Nëse ne jemi taleban, atëhera zgjidhja për të rinjt tanë ose të largohen drejt Gjermanisë për të civilizuar, ose të orientohen drejt lindjes të marrin aeroplanin dhe të nisen për Turqi e për Arabi. Kjo është ftesa, ftesja për zhdukje. Por këtu shpërthen hipokrizia dhe paradoksi psikoanalitik i këtij personazhi. Para se të vinte në pushtet, në shkrimet dhe eset e tij publike, Rama promovonte teza të ndarjes radikale kulturore, duke thënë se duhet vrarë turku brenda shqiptarit për të bërë europian. Por çfarë ndodhi? Sapo erdhi në pushtet, nuk e vrau turkun, por shkoi u shpall vëllai dhe miku i ngushtë i Recep Tayyip Erdoganit dhe Shqipëria u kthye befasisht Emirati Alban i Mullahut të Surrelit, Edi Rama, miku i ngushtë i Erdoganit, i cili shko ke Mosadi dhe ke Benjamin Netanyahu në Izrael dhe u thot atyre që shiko se unë jam pengu juaj, unë po mdridhen gjunjët përballë jush, ju jeni ata që e dini se kush jam unë përfaqësoj popullin e Besës, populli që shpëtoi hebrejt,
Pa nuk ishin talebanët ata që i shpëtuan këta hebrejt, apo i shpëtove ti me Spiro Kolekën që vrau shqiptarët dhe i mbushi burgjet dhe i lau muret me gjak. Kush i mbrojti? Hebrejt. Ky skizofren i çmendur anti-shqiptar po luan në një terren shumë të rrezikshëm. Pse? Sepse ka një frikë që e ka kapur, mos ta largoj Perëndimi, sepse po iku ky do kthehen talebanët në pushtet. Ku e ka marrë ky indicjen? E ka marrë ke thirrjet e Bashar Asadit. Pse ndodhi kjo? Sepse Rama e ka trembur ajo që ka ndodhur në Siri. Largimi i Asadit, rënia e Asadit dhe ardhja në pushtet e pasuesve të Al-Qaedës dhe Jabhat al-Nusra, frontit al-Nusra, me Ahmed al-Shara, që ishte nga antari i Al-Qaedës, shkoi në shtëpi të bardhë, kjo e terrorizon Edi Rama. Pushteti sot në Siri ka ardhur zyrtarisht nga Al-Qaeda. Pse? Sepse modeli Al-Shara, i cili erdhi në pushtet me miratim të amerikanëve, të britanikëve, të izraelitëve, të turqëve dhe të një pjesë të arabëve, erdhi nga Al-Qaeda. Por me një marrëveshje të madhe që ne heqim dorë nga ajo që kemi qenë më përpara. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për ekuilibrat e ri gjeopolitik të rajonit. Ne jemi gati të hapim një faqe të re. E mori Biondi, Donald Trumpi, lujti basketbol me Ahmed al-Shara në Washington, e futi dhe në shtëpinë e bardhë, e pyeti edhe sa gra ke, i tham qaf shmu sa gra ke, Meti i tha vetëm i gru kam, Ahmedi i Damaskut. Ky i tha, nuk më besohet, tha që ke vetëm i gru. Ky i tha, pasha Zotin vetëm i gru kam. Unë kam gjuhë, tha që mani shumë gra, jo, tha unë vetëm një maj. Kjo ishte biseda mes Trumpit dhe Ahmed al-Shara kur i dha dhurat parfumin e tij në shtëpinë e bardhë. Ky episod e terrorizon Edi Ramën, sepse ai po dëshmon që Perëndimi sot po bën pakte të mëdha. Kërcënimi i fundit që i ka mbetur në dorë Edi Ramës është që të kërcënoj Perëndimin me talebanët. E kuptuat filmin? Nipi i Spiro Kolekës, antari djali i Kristaq Ramës, antari i byros politike, i presidiumit Kuvendit Popullor të Enver Hoxhës, që dha firmën për varjen e poetëve Havzin Elës dhe të atij tjetrit, Rafmet Paçit. E ka kap terrori. Pse? Ka frikë se mos ta heqin. Dhe kujt po i thot Perëndimit. Perëndimi ka jetu vet, ka bashkëpunu vet me talebanët kundër sovjetikëve. Sepse Perëndimi nuk ka kode nga ato që i përfytyron perversiteti i Edi Ramës dhe i Spartak Nxhelës dhe i klanit të tyre këtu në Tiranë. Perëndimi funksionon në atë që e ka shpatrullin më të fortë. Kush është lojtar, kush është aktor, kush e ka grushtin më të fortë në terren, kush është për luftë. Pse? Se ka përballje me Kinën, ka sfida gjeopolitike. Me këtë do ta bëj luftën Perëndimi me lindjen, me perversitetin e rilindjes, me ekipin e orgjive që bëjnë parti kokain, ke resortet e oligarkëve. Nuk bën dot Perëndimi luftë me ta. Nuk e përballon dot Perëndimi më Kinën, as lindjen, as Rusin, me antarësinë e sektit pervers të rilindjes, sepse ata janë vetëm për parti kokain. Bëjnë vetëm mbledhje, orgjira, ky degradim që prodhon mendësia e mjaftit dhe e rilindjes, nuk i duhet më Perëndimit vet. Kjo e terrorizon Edi Ramën. Dhe po hedh shashkën e tij të fundit nga dëshpërimi i madh. Çfarë po i thot? Po ika unë do vinë talebanët, i thot. Kuptoni? Nuk i tha vjen Al-Qaeda, i thon vin talebanët. Pse? Se Al-Qaeda u kthy pushtet atje në Siri. Dhe i tha Perëndimit hajde të merremi vesh me njëri tjetrin. Koordinatori Tom Barak, ambasadori amerikan, emisari i Trumpit në Ankara. Ky gënjen Erdogani bën sikur e beson. Derisa ai ka interesat e veta këtu në Ballkan. Dhe Erdogani i intereson që të jetë një vleh si Edi Rama,
që të përfaqësoj agjendën e tij në Ballkan, që të mos duket sikur ka agjendë turqizimi apo talebanizmi, apo agjenda islamike, apo agjendën e neo-otomanizmit. Kështu që Erdoganit i intereson që t'jetë një vleh si Edi Rama këtu në Tiranë. Prandaj Ankaraja e mbështet këtë. Por e mbështet edhe Ankaraja deri në një farë mase, deri kur t'i vi momenti, pastaj e hedh në kosht plerave. Sepse e din ata se çfarë mashtruesi është ky. E di mirë Erdogani se kush është ky këtu. Megjithatë, Erdogani ka zgjedh këtë sepse po luan me këtë, po lu ping-pong, ka interesat e veta rajonale, dhe kur i thot perëndimit ti po lu në Shqipëri, po përhap agjendën e tue, po qa po luju, thot, e keni vleh, Edi Ramën e keni grek, e keni tuin, e keni qytetërimit tuj, e keni kryetarin e Shqipërisë, që ka zgjedh Talebanët e mi. Talebanët këta i dun për çliru Palestinën. Pushtetin e ndajnë me Edi Ramën. Biznesin e bëjnë me Edi Ramën. Kjo është loja e islamit politik, por është pak më e thellë kjo. E kupto këtë lojë edhe Erdogani, edhe Rama, edhe Izraeli, edhe Washingtoni, edhe Tel Avivi, edhe Brukseli, edhe Londra, edhe të gjithë. Pra Rama i thot botës shqiptarët janë talebanët, dhe shikoni çfarë performance komike gjeopolitike, pra prezantohet në Turqi me zeqinen e Firit, me majën e idiotësisë shqiptare, tek inteligjenca artificiale e Ankaras. Përfaqësohet Shqipëria me zeqinen e Shqipnisë, deputetja famoze e Firit, e njihni ju, që përfaqëson pikërisht atë ignorancë funksionale dhe servilizëm akut që rilindja ka mbjellë në çdo institucion. Shkon Turqi, përfaqësohet me zeqinen. Si mbrojtëse, zeqineja mbrojtëse e modernizmit teknologjik. Nga ana tjetër shkon në Estoni, shoku i Erdoganit, dhe i thot shqiptarët janë talebanët e perëndimit. Kjo është skizofreni, e cila përdoret si mask për të ruajtur pushtetin personal të Edi Ramës. Kujdes, ky njeri është shumë anti-shqiptar. Po të hymë në sferën e psikoanalizës, do të shohim se i vetmi projekt taleban në Shqipëri është vetë sekti i rilindjes. Çfarë është talebanizmi në thelb? Në qoftë se do heqim mjekrat apo ato burkat, shkatrimi i institucioneve të pavarura, shkatrimi i demokracisë me mendimin e mullahut, se mullahu është përfaqësuesi i Allahut, dhe ai i di të gjitha, dhe kush e kundërshton atë ka kundërshtuar Allahun. Kush kundërshton mullahun ka kundërshtuar Allahun. Kush flet për zgjedhje është qafir. Kush flet për liri, për demokraci, për institucion, për parlament, për gjykata është qafir. Dhe këtë po e bën Edi Rama këtu në Shqipëri. Kush po e bën këtë në Shqipëri? Shqiptarët e thjeshtë janë talebanët? Apo sekti i rilindjes janë talebanët? Kush janë talebanët? Shqiptarët që punojnë nga mëngjesi deri në darkë? Apo emigrantët e shkret që mbajnë me rroga dhe mbajnë me lek ta këtu në Shqipëri? Apo sekti i rilindjes që ka marrë peng çdo qeliz të shtetit? Kush janë talebanët? Ata atje që nuk i njohin fare zgjedhjet, apo këta këtu që bëjnë sikur ka zgjedhje, por në fakt vjedhin votat? Ky është përfaqësuesi që kanë zgjedhur talebanët, pra. Edi Rama. Talebanët e perëndimit i menaxhon ky, dhe po i menaxhon si një emirat personal. Sillet si feudalët e vjetër tek obortarët ndërkombëtar. Këta janë njerëz egër, shqiptarët. Nuk din çfarë është demokracia, nuk kanë kulturë, prandaj më duhet një kamxhik. Kamxhiku i perëndimit, pushtet absolut që t'i mbajnë kontroll talebanët. Kjo është kodi i Ramës për perëndimin. Por historia na tregon se ky lloj manipulimi ka afat skadencë. Populli shqiptar ka mbjetuar çdo lloj perandorie, ka mbjetuar izolimit më të egër komunist, dhe nuk mund të reduktohet sot në një karikaturë gjeopolitike nga një psikopat pervers qefin e një njeriu i cili duket që ka qef të bëj shaka dhe humor me identitetin shqiptar në për konferencat ndërkombëtare. Populli ynë i dashur thot, në shoh i qenit se të thot ujku
por ujkut mos i hyn valle. Rama po i bie në qaf popullit vet duke ja nxirr jetën dhe duke i përzon jashtë kufive, duke kuptuar se po luan me zjarrin. Ai do të djeg veten e tij nëse luan me zjarrin dhe s'ka mundësi të bëj asgjë me talibanët e Europës. Në mbyllje të gjithë kësaj, të drejtohemi asaj që është prioritet i komunitetit ndërkombëtar. Çfarë duhet të bëjë Europa dhe Amerika përballë këtij ekuilibristi politik që qeveris Shqipërinë me këto teza të rrezikshme? Ftoi komunitetin ndërkombëtar, Washingtonin dhe Brukselin. Gjëja e parë që të bëjnë, ta refuzojnë me neveri shantazhin e këtij psikopati. Ata duhet ta kuptojnë se rreziku i vërtet për stabilitetin e Ballkanit nuk vjen nga talibanizmi imagjinar i vllehut Edi Rama, por nga autokracia reale, nga diktaturat, nga korrupsioni që po zbraz vendin dhe nga shkatërimi i besimit tek demokracia, tek liria dhe tek vlerat qytetërimore. Një kryeministër që fyen popullin e tij, ai e ka humbur legitimitetin moral për ta përfaqësuar atë. Shqiptarët nuk janë as taliban, as barbar, as radikal. Shqiptarët janë populli i Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Janë populli i burrave dhe grave që i hapën dyert për të shpëtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Populli i Sa Boletinit, i Hasan Prishtinës dhe i Adem Jasharit. Populli që strehoi mira emigrant hebrej kur i kërcënonte shpata e vdekjes që vinte nga vetë Perëndimi, nga Hitleri, nga nazistët. Ne jemi një popull që kemi dëshmuar vlera humane që shumë kombe të civilizuara europiane nuk i treguan dot në momentet më të rrezikshme të botës dhe të historisë. Prandaj, kur Edi Rama të përpiqet të shes këtë bombë propagandistike në Tallinn, ne duhet i përgjigjemi me zë të lartë dhe me të vërtetën sy për sy. Dy vargjet e famshme të Vaso Pashës mos i harroni se janë më aktuale kur dikush përpiqet të na ndaj në fe, në musliman, në taliban, në krishterë, në kisha e xhamia. Mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit, shqiptaria. Kjo nuk është ftesë për të heqë dorë as nga kisha, as nga xhamia. Kjo është ftesë për të heqë dorë nga talibanët politik, të cilët duan të ndajnë popullin në musliman taliban dhe në të krishterë, të cilët duhet të hanë njëri tjetrin në mënyrë që të zhduket Shqipëria dhe shqiptaria. Prandaj, ata të parët e këtij vendi, të parët e rilindjes kombëtare nuk ju thanë hiqni dorë, mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit është shqiptaria. Ftesa e tyre nuk ishte për të heqë dorë nga Zoti. Ftesa e tyre ishte për të heqë dorë nga psikopatët, të cilët përdorin kishën dhe xhamin për të përçarë shqiptarët me njëri tjetrin. Bashkëtesa është rrugtimi i palëkundur i ynë drejt Perëndimit, është pasaporta më e madhe. Pavarësisht nëse udhëheqësit tanë preferojnë të sillen si mullah të veshur me kostume luksoze Armani. Unë ju falenderoj që më ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe dhe të lini komentet tuaja poshtë. A jemi ne talibanët, apo talibanët janë ulur në zyrat e qeverisë dhe duhet i ndalojmë të gjithë bashkë? Shihemi në analizën e radhës. Rrofshin shqiptarët e të vërtet, musliman, e të krishterë, pakica, shumica, çfarëdo që t'jenë, cilës do fe i përkasin, rroft vllazëria mes shqiptarëve. Merrni videon, çojeni atë pjesës tjetër të shqiptarëve dhe mos harroni të gjithë ata që duhet t'i bashkohen nismës tonë dhe përpjekjeve dhe sakrificave tona për ta ndalur këtë bandë që na qeveris nga shkatërimi i plotë i Shqipërisë. Te komenti i parë poshtë kanë linkun ku mund na bashkohen zyrtarisht. Mirë dëgjofshim shpejt.